Sa më që ti të folun jam të u për lot. Menova që... Një po janë... Këna me pas... Pak ma happy. Me humor. Po... Nostalgjia është kjo. Po... është një kujtes emocionali e mirë. Mungojnë shumë ata këtë ekipa. Këtë ekipa. Në ka mungu dhe ademi posaçërisht leze qena. Sa ajo ka qenë e lidhën me mu shumë. Këtë ekipa. Po i përmend këtu rastet me publikun shumë të veçanta nëse, po cili është ndoshta një kujtim që kemi mbajt mend gjatë gjithë jetës. Pa dyshim se cili prej tyre ka veçantinë vetë. Kujtimi më i mirë është lajmi që është pranu që ka shtëpia. Ka qenë 2014, më thiri drejtori i Radio Televizionit Kosovës, ishtë drejtori, Mentor Shala, edhe shkova në mu taku. A ju më kishtirë për diçka tjetër për një late night show, tha, kemi me udheq. Thash, s'kam kësi ambicje. Thash, po të kalëzaj drejt. E këm shu një serial, thash, po vi që këm shu e këm lanë, se dënë ta qëj me ledzu. Tha, jo, që jetë tja aplikon komisione, për në aplikoj, krejt aty që u kanë konkursje këto, aplikoj, edhe e latë, edhe nuk njëna me atë punë. 5-6 muaj nuk jo marë. Kërë më thirin për e të kësta, ka kalun komision, ka kalun marketing, ka kalun produksion, ka kalun krejt, dush marrë me në shu kontratën. Wow. Po, veç që më shku, s'disha kur gjë. Që shka njës pas ka përfundu në fakt. Pa prit mas. Pa prit mas krejt. Aktorët është një sen interesant. Aktorët që më parapo për me lujt, rolin e Rabis, e pa ta parapo të Uta Krasniqin. Pre fillimit, Qa ndodhi? është koincidencë kjo? A mund t'i themi që është rasti? Jo, koincidencë është. Aty në RTK u ka një serial Zyra për gjithë shka, edhe unë të më ndësha me fillu me prova, këm dash me ti kur pesho të Uta të lujnë qatë serial. E thiri bufi dhe asha, ka me lujtë të Uta, tha po, tha ka lujtë. Nash, tani masani e kanë lujtë, tani e ka marrë Gresa rolin. Do me thonë, Dardanit ka pas dikush tjetër me lujtë, rastisht e këm taku e këm marrë, të Uta është rastisht, kejtë rastisht shumis aktorve këtu janë, përveç Ilirit Irinës. Po sot, a mendojnë që kanë bërë rolin më të mirë të mundshëm se cili për këtyre, me qenë se disa për tyre dhe janë rastisht atë? Menoj se po. Nëse i shkon dikush tjetër në vend tyre, ndoshta si... Tyre, aktorët kanë bërë, ka për tyre që kanë bërë roli edhe ma herët. Po famën ma të madhen, po Irena në kafene ka pasë, u kanë koha në kafenesë dhe Iliri, po për tjertë më i me thonë që famën ma të madhen e kanë marrë këtu. Famën ma të madhen, po. Përmende me heret edhe Leze Qenën dhe Adem Mikulovcin të cilët kanë qenë edhe pjesë e serialit. Nuk kanë qenë me skenar, po të kalëzaj drejt. Në skenarën e parë nuk kanë qenë ata. Kanë qenë, edhe ata... Jo, rasti është edhe kjo. E shoha Ademin, tha djali jam, tha s'përrihet. Thash, ja kom njës një serial. Pra, ku jam në aty, thash, po hajtë se je. Hajtë se je. Kështë kom parapo në epizodin e tretë. Kështë mi thonë Adem Mikulovcit, s'mëj me Adem qysh, tash kështë e bo producent, e bo dikush. Se kemi ndu për fillimet me pas Adem Mikulovcit? Puna bugjetit. Okej. Puna bugjetit. Unë po të kalëzaj... Brenda standardeve. Unë po të kalëzaj, ka pas rast për shemë, aktorët, ne kemi pas bugjetin për një epizod, ka pas rast për shkak skenarit, kum sakrifiku, kanë hi aktor tjerë, kanë lujt edhe aktor tjerë, unë honorarin teme këmë zvoglu. Për mi pagu aktorët, për të kalëzaj drejt. E kom majt një drejtësi, e kom dënu edhe vetën, për shemull vetën. Veto, ja. Pa problem. Veto, jam në bord me një vend, jam bord me një vend, je kom bërë veto. Me të kështu për një me. Për shemull, kër kanë mungu, kemi pas një dënim për 50 eurove i kom dënu, se se në aktor. Ke qenë edhe i rap, kështu në... I rap jem kanë, edhe vetën, e kom dënu edhe vetën, puna punë, jam qashtu si tip, në punë nuk ka me baj gare. Basë kjo është arsyeja e suksesit që e ka pas shka ka shpia, edhe kjo lidhja mes aktorve. Drejtsin, nuk më ka interesu kur. Kura puna drejtësi se kom dënu edhe vetën, nuk më ja përparsi dikojt para dikojt. A i duke pëto, jo se unë e menoj, heq ma këta se unë e po du qështu, jo, që dënë qështu. Këtu ka hierarki, këtu qështu vendoset nëse dënë. Lajmë deri një mas, po jo me prej kus duhet. Aktorët jënë dënu, jëmë dënu edhe vetë, u majtë një farë regullit, deri dikur që mas ka pas problem. U balancu kësen. Nëse kur gjë, aktorët, qita aktorët që kanë lujtë në serial, ku do që shkojnë kanë më kanë shumë principial. Të disiplinum. Në ekstrem disiplinum. Që të na nuk ndodhë.
Një koment të Lezës, të cilin do ta mbash mend çdo herë dhe do ta kujtosh. Lezën ju më shku në një restoran Roni, ku e ka pas kjo shpinë, kur shkoj kjo i shkon veç vetë. Kur shkoj aty, shkoj jo afrova, në s'kom najt, njëherë 2 kom najt me ta, so i ka pëlqy karakteri Ganin vetë që e kom ljujt, so i ka pëlqy shumë, edhe Ganim ka thirë kjo. Kjo, konë shumë e mirë, kjo shumë është ljoqë, më thirë dhe u takova me ta dhe i thash, ku me tirë, sos ju su kom për me ljujt, thash, qaj të bu, tha, qështë, najsen, dek tha gjithë, desh prem tha gjithë shka, më dhem të shumë, shumë më dhem. Në farforme e dërzume nga kjo pjesë e profesionit, nga kjo? E arru me komplet. Edhe, thash, atakojemi nesër, kur djali jam, thash, nesër që sikojnë në Roni, hajde. Se më dëvë kemi regullu pun tanina. Edhe e regullova dhe shkova, thira, thash, Leza, po vjen me lujtë të në serial, po më djali jam që shjo, edhe Lezja. Kjo, njerë u vënum prova, po ta ka zhe një njarje shumë interesant me të. U vënum prova, ish ora pak para 5-ve. Po më thinë telefon, Leza qena, thash, mos ka ndonë najsen, se kësaj ndodhë, kjo konë njëri maj shyhret shumë në herë që ke po. Thash, kjo e Leza, tha, jëmë, tha, që aty një restoran është, tash mos bëj reklam të sheshi, të komiteti, tha, po vjen, tha, që të thash, po, e dita që shka së është mirë, kur shkoj aty, dam, i shkon Lezja, venën këto, edhe si më ka po keshke. U afro, tha, që ki, tha, jëmë pitë, tha, jëmë botë qërë. As më i monë prova djali jem, tha, kom për vjetorin, tha, Gjevatit. Tha, dej që tash kum knu, kum kajt, kum kish. Së më i marë në prova. Tha, musëm qitë për serialit, thash, jo me qitë për serialit. Tha, pse për tirin tak se du me shkundi, jo, thash, unë e të qenjë ty në shpe. Sot, as unë e të shkojnë prova. Unë e thash, rri me ty. E mi kap ke durte, mi puth, kjo ti e kështu, që ajo kanë lidhja e parë që e ka pas kjo me mu kështu, që masanimi ka kalzu sanet të fatë, gjithë shka e, së njëm lidhë, kjo është tjetër njeri, kjo është dy. Na kemi pas shumë fatin, nuk i kemi pas fatin me mësu, se kjo kanë njeri që për tekst mështë folje, me ka ditë, për me ndëmënë na ka kompleksu dhe neve që ka mësu tekstin, nuk është keni marë mësim për po, jo aktorës që mundës me marë mësim që shbotë rolje na i sen, po qështjen e disiplinës, se qoftën, po kjo ka qenë në ekstrem, shumë e mirë, kjo na ka mungu shumë. Në ka mungu shumë. A din cila pjesë po më kujtohet me që ta Luljan Saksi? Saksi janë Lulja. Me të tjetë ka qenë shumë arreshme dhe është një ndër aktorë që kemi bëjt mend gjithë generatat. Që ta Luljan Saksi, kërë në garderobë dhe tha, që shtë tha njoni, tha aknej, ke tha o pike, tha dhe bejke që ta Luljan Saksi, Saksi janë Lulja. Luljan Saksi, Saksi janë Lulja. Në epizod viti 3 ja kum shkru. Edhe ja preka dita, ja puna me mikrofon, me krejt, edhe na e lujshëm, tash, na këtrem na i thojmë, mbreti nuk lutë, unë jam mbret. Me thonë, du të me lujtë tjertë. Tjertë lujnë për ty. Dhe të më nëshme ja bote respektin vetë, tjertë lujnë për ty, ty më nëshme lujtë, edhe ja bonëm, na krejt lujen. Na lujshëm për të, edhe si ka dalu pa të bo virale kjo pjesë shumë. Kalojmë bëjmë mendë këtë pjesë, po me qenë se përmendëm 2 aktorët ikonik, mund të themi, ndoshta e kishim komentu ka pak nëse edhe aktorë tjerë që mund të themi që famen e kanë marrë prej shka ka shpis. Ndoshta nisim edhe prej Pajtesës dhe Hamdis, Dardani bashkë me Fionën. Një koment për ata 2? 2 njëz ma besnik të serialit. Të vetëmit ma besnik të serialit jenë që ta 2. Kjo. Kjo është në ekstrem, kjo ka lujtë mas shumë të pe këtë neve. Unë për shambull, pe 545 epizodave, mund do një 10 epizoda në ashtë si këm lujtë. Për shka kohës, për... Kjo kur ka shku në haqë, vish një i ka mungu. Do me thonë, kjo ka lujtë në 544 epizoda. Mas shumë të epizoda pe këtë neve ka Dardani. është besnik i serialit. Kjo ka vujtë shumë edhe ndamje në me serial, se ka pritë... Qarë fjallë ka tonë ato momente, Naser, Dardani bashkë me Fionën? Jo, kjo kërë mërzishëm s'fol, kjo vëq heshtë. është si tip që... Kemi po edhe një reagim të Fionës që ka rrujt disa prej pjesës rolit soj, që rapat, liren dhe ato, po qka gjove nga Fiona? Kjo është shembulli profesionalizmit. Aktorët që folë Shqip, ma profesionale, u bo,
Unë e përfolë rezultatin, jo që shukon. Po, pa tjetër, dike që jemi sëtë. Jo, kur ka orë s'ka dit as me e, se vish ka ngu. Po folin s'kin. Po qa që është principiale, qa që është ambicioze, qa që është e mirë, qa që është, kjo është përfundimisht aktore mu admiru. Mu admiru. Të dytë. Të dytë këta. Ku ishe tash këta dy? Hollywood ishe të dytë. Bash me ty, a? Jo, me mu, këta ishe në Hollywood. Menoj që jënë të marun për Hollywood, për arsye se qëfar dush roli besoja, menoj që këta e kanë fitu disiplinën, profesionalizmin, mujnë me e bo. Më pas ka marrë mali për të dytë, me fjonën këmë folë, është në Sundance, ja urova dje, folëm me të jëmni, me Dardanin jo. Këta e në shembol i qysh mund është më konë, kur kush e më bodi kush. Edhe me majtë ato me modestin matë madhen. E pret një takim me Dardanin edhe me ndështa me uqmall ma shumë, edhe me i tonë ato shajme? Jo, na jemi të afarmajtë, orto nuk. Kalojmë të Iliri edhe Irena. Këta dy aktorë. Asë mund është mi argumentin pa i po? Ja, që Iliri. Po, Iliri, Iliri me flakë. Irina në kom respekt veçant, kemi punu gjatë edhe në kafeni, është këta përfundimisht këm pas respekt si kur ta ma motër. Po, shpesh edhe vendimet kër i kom marë, kër këm dasht me mana i vendim, i vetëmi njeri që jëmë këshilu, ka qenë kjo. Në njërë private. Irin, du mja bo qëto. Allah e së të kisha thanë, po thua, po okej, e kom lanë. Pse të ka bo me o ndi kështu? është shumë e pjekun. është në këse me pjekun kjo. Kjo është me pjekuni, është sot 2 herë mosha që e ka. E ka një farafërsi, e kom një gjithmonë si tafë si motër. Si motër. Nëse e kom shu vetën me buajgare, na i sa ma shumë, nësër, a i do u kry kjo punë. është e vetëmja që më kanal. Kom pas respekt, e kom respekt shumë për të, tamam është ta jep vajbin e motrës. është tamam kështu personal. Ose për një sen, kër i kom thonë, du me bo që shtu, që për ta mërë me ka bo, okej. Du me marë që ditë pauza, të kuptua, gjithmonë me këta e më shilu mas pari. Jo për gjitha senet, po për naj sen, nëse më shilu me najkon, jë më shilu vetëm me këta. Irenën. Po, nëse kom dasht me kitë ekipin, po vend që anë ti, për naj pun, vetëm eri. Kjo është qatë mundësi ta ka jep. Qatë mundësi ta ka jep. Menoj që dhe tjerë vja fa jep. Ilir Prapashtic është njëri ma pozitiv, njëri ma i miri për një ekip, ma i dashtoni, është i dhimshëm, është i dashtën, është shok, është i hareshëm, është profesionist, është i përgjithshëm, nuk ka me të. E ka një humor që edhe jashtë shtëpis nuk heziton me ta jopë të energi. Kjo është shumë i mirë, për këta bët ditën 2 minuta, kjo s'ka me të. Kjo është fantastik. Përfundimisht është fantastik. Të Uta Krasniqe, të Uta e paramenduar për me qenë rolin e Rabit që është në film? Kjo është në ekstrem dasta e të këptumës. Për aktrim s'po folja e të këptu, po është për këtë femnave, gjinis femnore, edhe po se trall ka aktore që ja du humorin, edhe ma kuptan humorin, zëzat që ka dush nuk prej këtë kur, është njeri në ekstremi dashtun, si aktore, si partneres për folje, se në mi kanë tandem kafene, kemi lujtë shumë gjatë me të. Saranda me Melen. Po, Saranda me Melen, na kemi lujtë gjatë, kjo është model. Shembol që është do të më kanë një aktore, një njëri, një qadush. Kjo është bashkë model. Qysh mund është... Model është. Për shembol, edhe ka pjesa aktrimit, po edhe ka pjesa jashtë aktrimit me mbajt një shoqni kaq... Personale. Kaq të mirë edhe kaq të frytshme. Këtë bazë e sinceritetit. Dhe kur t'i thu dikuj të duaj edhe na për rëna pithua, a i të këptus. Që të rësanon që është botë e tolerancis. Gjenjat e sinqerta lexohen. Kjo është e papashume. Kjo është nuk mund është me gjithë partner, është sikur e merë formën, është e papashume, po është kjo është. Astelin. Kjo është, disha me thonë, është... Kameleon, për shtatet. Kameleon, është merë në gjyrë, ku të shkën, do me thonë, erë në ekipin tonë, o për shtatë, si të që 20 vjetë është. Për fillimit. Po, është, unë kam respekt për këtë njëri në ekstrem shumë.
Okej, kemi më radhë Gresa Pallosken, rabin e vërtet ndoshta. Po. Gresa është multitalent. Menoj që nuk di, unë kom lujt me Gresën edhe në film, metrazhet gjatë, partnere kemi pas, këtë skenat kemi pas bashkë. Është, përveç që është multitalent, në kuptimin që me të mund është me llogarit, me lujt, me diskutu skenar, me diskutu regji, me knu me të bashkë, me qa dush me bo, është dost i mirë, është shumë e drejtë, edhe një veti që bën më dallu pe ke tjerëve është, kjo nuk fol mas shpina mas. Kjo është shumë e drejtë për drejtë, një sen që jatë shmaj shumë. është një njeri që me të vërtet e meriton, dikush se meriton me marë malë, po për këta, kjo meriton me marë shumë malli për të me nejtë. Kjo është shumë e mirë. Pate malë edhe me pas në epizodin e fundit që u shfaq sepse pata komente, sepse Andi veç edhe erdhë me një karakter tash që është rritë edhe e ka pa edhe audienca që sa shumë është rrita ideal, po ke mungesa e Gresës e pat komente pse nuk ka qenë edhe ajo. Pate malë